do të përballet me Interin në sfidën e ndeshur për turin e dytë kualifikuese të UEFA Women's Europa Cup. Mirëmbrëma tifoz, zonja dhe zotrinj, mirë se vini në stadiumin tonë Loro Boriçi në këtë mbrëmje të futbollit veçantë. Sot në fushën tonë luhet ndeshja Ju njoh me formacionet e dy skuadrave, fillimisht me vllaznin. Trajneri Nikolin Leka i ekipit shkodran vjen me rreshtimin 4-2-3-1, në port është Kristina Regalde, në mbrojtje Mivet Vuksani, Bajraktari dhe Rojas. Sterkal dhe Madrid janë dy lojtaret të cilët formojnë në dyshen e mes fushës. Megi Doçi, Teresa Deda dhe Montenegro janë më të avancuar nga linja e mes fushës dhe në marrën e sulmit Claudia Porci. Këto janë 11 lojtarët aktivizuar nga trajneri Nikolin Leka. Plani parë për kapitenën e vllaznis Megi Doçi. Arbitre kryesore Ana Maria Tertalec, Aleksandra Apostol dhe Bianca Florea janë asistentet e saj. Do të kemi një drejtësi rumune në të 90 minutësh që do të luhet në stadiumin Loro Boriçi. Në krahun tjetër, Interi vjen me rreshtimin 4-3-1-2. Trajneri Gianpiero Piovani ka hedhur në fushë këto 11 futbolliste. Në port është Elena Belli, në mbrojtje Merlo, Bowen, Plejdrup dhe Robustellini. Tomaseli Santi dhe Tomashevic përbëjnë mes fushën, ndërkohë që Williams do të mbështes dyshen e sulmit Lona dhe Bukeja. Vllaznia pra kërkon të jap maksimumin, të tregojë personalitet dhe të përfaqësojë me dinjitet ngjyrat. Kuqe blu përballë një Interi që vjen me përvojë kualitet dhe emra të mëdhenj në përbërje. Në letër, padyshim, Inter vjen si favorit, por në fushë gjithmonë ekziston hapësira për surpriza dhe vllaznia do të kërkon pikërisht këtë të bëjë historinë sonte në Shkodër. Të gjitha lojtarët janë gati. Topi është në qendër dhe jemi gati për 90 minuta emocion dhe futboll të bukur. Në ndeshjen e parë vllaznia është mundur me rezultatin 7-0. Do të në një farë mënyrë trajneri i Interit Gianpiero Piovani nuk është se ka aktivizuar formacionin titullar. Bëjmë gati për startin e kësaj përballje. Do t'jenë lojtarët e Interit që nisin topin e parë. Ka nisur kjo përballje. Bowen luan tek Plejdrup. Afrohet Tomaselli, edhe njërë tjetër Plejdrup. Disi nën presion që në mbrojtësja, në presionin e Porçit. Dëgjohen e disa tifos të Interit të ardhur në Shkodër për të përkrahur Interin në këtë aventurë. Merlo ka shumë hapësirë. Një ekip që bllokohet. Ja të insiston sërish Interi në krahun e djathtë. Arkimi Merlos lullet mjaft mirë nga Teresa Deda. Muesja e ardhur në mbështetje të mbrojtjes. Vjen goditja e parë nga këndi i përket Interit në minutën e dytë. Fokusohet Tomashevic. Shoshorja përgatitet për të kryer goditje nga këndi. 18 vjeçarja nga Malizi. Vjen arkimi i saj, kushton portierja Regalde. Ka një mundësi sulmi skuadra e vllaznis, gabon Montenegro. Megjithatë,
Rekuperohet nga mes fusha Claudia Borçi, luan pas, aty ku është Mive. Santi. Luajnë qetë futbollistët e Interit. Pierdrup. Robustellini. Pierdrup. Aploj në krahun e djathtë. Aty ku është pikërisht Williams-Dottir. Ka bëjnë për një çast lojtarët e Interit. Në moment shumë i mirë për Vllaznin për të dalë përpara, pikërisht me Megi Docin, që është shumë i fortë për Tereza Dedën, ishte shumë pranë saj. Bawan. Tomaselli. Kontobi në krahun e djathtë Merlo, pikërisht për të. Kapsir. Nuk i ndahet Megi Doçi, fiton duelin. Topi i larguar, pikërisht nga Mive. Mbrojtësia e krahut të majt. Vënë me duar për Interin. Merlo. Arkim në zonë, topi gjatë i saj, i fort. Fiton topin Robustellini. Arkimi në zonë, largohet nga Vuksani. Shumë duele në mesfush. Qetësojnë lojën futbollistët e Interit. Santi ka bën për një çast, megjithatë rikuperon shumë shpejt gabimin. Edhe një herë tjetër Santi. E lexon mirë Den Rojas. Arrin të fitojë dhe një faul. Jep frymëmarrje ekipit të Vllaznis. Bajraktari pranë topit. Arkimi gjatë i saj në përpjekje për ta çuar sa më larg. Deda fiton duelin me kundërshtaren, luan pas, Mivet akoma, edhe më pas është Vuksani, është topi përpara. Montenegro. Largon topin Merlo. Luajnë përpara lojtarët e Interit, ishte Williams-Dottir, islandezja. Deda kërkon të gjejë Claudia Borçin, mbyllet nga mbrojtja e Interit. Lëvizjet e mira nga Tomashevic. E shoqëria nga Malizi. Bawan. Luan tek Plejdrup. Insomma, hapet nga dalt Protësia. Por këtu ndalet loja, ka një faul i përket Interit. Ndërhyrje e parregullt. Shohim duelin mes Rojas dhe Tomasellit. Fokusohet sulmuesja Benedetta Liona. Top gjatë i saj. Largohet me kokë nga Stërkal. Megi Doçi. Shohim një kundërshtues shumë i mirë për Vllaznin. Deda, edhe një herë tjetër Megi Doçi. Deda
Fton sërish Megidocin, por pasimi shumë i fortë për të mbyllet nga Bowen. Përdor gjithë potencën e saj që në mbrojtësia. Katie Bowen nga Zelanda e re, për 3 sezonesh është pjesë e skuadrës së Interit. 31 vjeçaria me goxha eksperiencë në futbollin profesionist. 8 minuta të qeta ku Vllaznia kërkon të dalë përpara për të shënuar, ndërkohë që Inter po ruan mirë ekuilibrat në fushën e lojës. Nuk po i dhe në aventur. Shohim këtë mundësi. Pasimi në zonë. Kjo goditje, minuta e 8, Inter kalon në avantazh me Bugeja. Realizon Halej Bugeja, 21 vjeçaria nga Malta. Shumë shpejt kalon Inter në avantazh. Një moment pa kujdesie në mbrojtje sjell avantazhin e Interit. Lojtarja e cila edhe në ndeshjen e parë realizoi në minutën e 57. Shohim edhe një herë tjetër. Arriti të shpëtonte mirë bulimin të mbrojtjes për të kaluar në avantazh. 0-1 kjo përballje. Deda. A mbasin topin shumë shpejt lojtarët e Vllaznis. Bowen. Luan tek Merlo. Santi. Një komeni mbyllet nga mesfusha e Vllaznis. Deda. Kombështetje. Megidoci më e avancuar. Topi gjatë i saj në kraun e djathtë. Mjaft mirë, aty është Montenegro. E arrin me vonesë, megjithatë ka topin në zotrim, nuk i ndahet kundërshtarja. Shpikërisht Tomaselli. Arkim në zonë. Të larguar me kokë. Kërkon të avancoj për parë Stërkal. Ka mos marrëveshje me saj dhe Dedës. I vënje me duar për Vllaznin, prekja e fundit e sulmueses Benedetta Liona. Megidoci pretendoi për një prekje të topit me dorë, loja vion. Edhe njerë, janë lojtarët e Vllaznis që kanë topin në zotrim. Sërish Megidoci. E shumë forcë, van topin kërkon të avancoj për para. Ka një faul shkaktuar nga Williams Dotir. 24 vjeçaria nga Islanda. Shohim ndërhyrjen e saj kundrejt Megidocit. E cila vazhdon të jetë sulmuesja kryesore, ajo që bën diferencën. Shënon shumë gola shpesh edhe në ndeshje me shifra të mëdha. Goditja dënimi fokusohet Megidoci, cila komunikon me trajner Nikolin Leka. Presim nëse do të ketë një skem nga ana e saj apo një arkim të drejt për drejt në zonë. Ishte një cross goditje nga ana e saj, vendos në vështirësi portieren Elena Beli. Javën e kaluar, Inter zhvilloi ndeshjen për kampionat kundër Fiorentinës. Ta kemi përfunduar me rezultatin 2-2 aktualisht. Inter renditet në vendin e 4-të me 4 pikë në 2 ndeshje të zhvilluar. Ndërkohë Vllaznia po kalon një moment të mirë në kampionat, Lyon të dominoj.
Shojmë të aksion të Interit në krahun e majt, arkim në zonë dhe çfarë pritje nga portieria Recalde. Aksion shumë i rrezikshëm nisur nga krahu i majt. Shfaq më të mirën portieria. Shojmë edhe një herë tjetër. Goditjen e Tomašević. Sërish Inter në sulm. Arkimi shumë i dobët. Sërish Cristina Recalde nga Paraguay, 31 vjeçarja. Pietrup. Luan tek Bauan. Sërish Pietrup. Santi pion të qarkulloj pa shumë dëme topin ekipi si Kalter. Megidoci e lexoni dene lojtarët e Interit, pason tek Deda, por vjen me shumë shpejtësi Bauan, cili rëmben topin. Merlo luan edhe një herë tjetër tek Bauan. Topi mirë i Santit për Bugejan, autoria e golit të vetëm në këto 14 minuta loj. Rivëni me duar për ekipin e Interit. Reggiana mundson edhe një herë tjetër të cross-goditje të Megidocit, ndërsa Tomašević kërkohet të realizonte golin e dytë për Interin, por u ndal mjaft mirë nga portiera Recalde. Një tjetër rivëni me duar për skuadrën e Interit. Fokusohet Beatrice Merlo, 26 vjeçarja, produkt ekipi si Kalter. Tomašević luan pas, aty është Pietrup. Edhe një herë tjetër Tomašević luan përpara në mënyrë të gabuar, por gabon Rojas. Duke dhënë këtë mundësi ekipit të Interit. Mbyllet aksioni i ekipit si Kalter pikërisht nga Nathalie Sterkal. Minuta e 15. Vllaznia 0, Inter 1. Ekipi shkodran në përpjekje për të barazuar rezultatin. Benedetta Liona është ajo nga këndi. Arkimi i saj në shtyllën e dytë. Pa dëme për vllaznin. Ishte Pietrup që në mbrojtësia daneze, 24 vjeçarja. Do të thënë që sezoni i kaluar ishte i jashtëzakonshëm për Interin. Skuadra si Kalter përfundoi sezonin në vendin e dytë në Serie A dhe është kualifikimi i parë në histori. Gjatë sezonit të kaluar duhet thënë që Inter kishte mbrojtjen më të mirë në Serie A, duke mësuar vetëm 26 gola. Nuk arrin dot Megidoci të çajë mbrojtjen e Interit. Vuksani ka patur një devijim të lehtë nga ana e Williams Dottir. Rivëni me duar për vllaznin. Mive. Bauan e largon si mundet topin. Ederson tek Rojas. Liona. Kombinime të mira nga ana e lojtarëve të Interit. Kjo goditje përfundon jashtë, ka patur një devijim të portieres Recalde. Sërish shfaq më të mirën portieria nga Paraguay. Shojmë edhe një herë tjetër pasimin e sakt të sulmuesës Benedetta Liona. E devijim me finte i Williams Dottir.
pas ajo goditja që u ndal nga portierja Recalde, goditja e dytë nga këndi, ka një problem për portierjen Cristina Recalde. Absolutisht, po spikat e paraqitjen e saj. Vllaznia 0, Inter 1, goli i shënuar nga Bukeja në minutën e 8, një pakujdesi e mbrojtjes së Vllaznis. Vllaznia është shpallur kampione sezonin e kaluar duke mundur Partizanin 2-0 në finalen e fazës Final Four. Është titulli i 12 radhësi për ekipin shkodran në kampionatin shqiptar. Një dominim absolut i vajzave kuqe blu, madje edhe sa i përket statistikave, Vllaznia kishte një gol avarazh teje dominuese në kampionat, duke regjistruar 159 gola dhe 4 të pësuar. Vion të marrë kujdesin e stafit mjekësor, portierja Recalde në momentin e pritjes ka patur një problem rëçuar. Një goditje pa shumë dëme, ishte sulmuesja Benedetta Liona. Minuta e 19, shfaqe sërisht rrezikshëm skuadra e Interit. Luan përpara Recalde, nuk ka rindot Megidocci. Bauan e vjen Claudia Borci. Këtu ka një faul përket Interit. Pjeltrup, luan tek Bauan. Santi kombinime në zonë 3 lojtarët e Interit. Santi dhe njëherë tjetër. Afrohet Willemsdottir, luan mirë në krahun e djathtë tek Merlo. Bukeja pasin topin. Deda e mbështet Montenegro në krahun e djathtë. Mbyllet nga Robustellini. Belli luan tek Bauan. Duke ndarë Claudia Borci. Merlo. Tomaselli luan tek Pjeltrup. Topi gjatë i danezes shumë në brendësi. Në duart e Recaldes. Kërkon të luaj përpara për të shfrytzuar dhe 7 lartësinë e Claudia Borcit. Megidocci me kokë. Deda shumë luftarake. Bukeja. Në mbet topin ishte shqetësimi i Vuksanit, fiton duelin. Megidocci, vize mirë ndaj 2 lojtarëve. Deda mbyllet nga Santi. E vënë me duar për ekipin e Vllaznis. Ka një faul për ekipin e Interit. Ishte një duel mes Megidocci dhe Willemsdottir. Ka mbetur e dëmtuar futbollistja islandeze. Jo e kënaqur Megidocci me vendimin e kryesorës rumune.
Vllaznia ka rritur ndjeshëm investimet në futbollin e vajzave vitet e fundit e një president si Lazar Matia. Gjithashtu ka rritur të ndërtojë dhe struktura akademike për gjeneratet e reja, duke i dhënë kombëtares së vajzave shumë futbolliste që luajnë me fanellën e vllaznisë si Megi Doçi, Claudia Borçi, Bajraktari, shumë të tjera. Levëri me duar për Interin, kemi hyrë në minutën e 23 të kësaj përballje. Bowen. Pjeldrup. Edhe njërë tjetër e ka topin Bowen. Sërish luan tek Pjeldrup. Robustellini. Afrohet Santi, kapiteni a Interit. Bowen sërish. Pasimi interesante Tomashevic, por mbyllet nga Rojas. Montenegro. Që kundërshërimi shumë e mirë për vllaznin. Borçi. Deda. Luan në krahun e majt tek Megi Doçi, lexoni ten Brodësia Merlo. E gjithatë janë minuta të mira për vllaznin që kërkon të dalë përpara. Edhe njëherë tjetër Montenegro. Vuksani. Megi Doçi. Vizë interesante saj, përdor gjithë forcën Merlo, do të tovin pa faul. Ka një pozicion të parregullt për sulmuesen Benedetta Liona. Vuksani pran topit. Nga që në mbrojtëset që ka spikatur me fanellën e vllaznisë. Arkimi i Dedës në zonë. Shohim këtë mundësi Montenegro. Madril mbet topin. Vjen nga pas Bugeja. Luan shpejt tek Liona. Kërkon të bëjë çdo lloj hapësire Bajraktari. Arrin ta bëjë duke detyruar kundërshtarin të luaj pas. Bowen. Merlo në krahun e djathtë. Edhe njëherë tjetër luan tek Bowen. Pjeldrup. Santi. Bjojnë të kontrollojnë lojën lojtarët e Interit. Bugeja, që ishte një pozicion i parregullt, nuk ka arriti dot të ndishte linjën e mbrojtjes siç duhet. Benedetta Liona. Është pozicioni jashtë loje i saj. Fokusohet që në mbrojtësja Bajraktari, 29 vjeçarja. Luan përpara. Claudia Borçi me kokë. Deda. Luan përpara për tek Borçi. Është një lloj pressingu të larguar jo mirë nga portierja Beli. Megi Doçi ka hapësirë për të djathtën e saj, goditja e Megi Doçit përfundon mbi 3 minuta 27. Një lloj paralajmërimi për Interin. Kjo e djathtë nga Megi Doçi. Shohim edhe njëherë tjetër goditjen e saj. Kishte forcë, por
jo kuadra tentativa e një prej sulmueseve më të spikatur, jo vetëm tek Vllaznia, por në kampionatin e vajzave jo të bëjë diferencën. Bugea. Bowen. Tomashevic. Rretullohet, nuk e humbet topin. Santi. Topi gjatë i saj në krahun e majt, shumë i fort. Praktis aksionin, është Benedetta Lione. Montenegro nuk ka rriti dot të kontrollonte topin. Erdhi pas shpine Robustellini. Kryevënie me duar, gabon Santi në këtë pasim, gjithashtu edhe Montenegro nxitohet në momentin kur kundërshtari dhuroi topin. Tomaselli. Bowen. Shojmë këtë aksion të Interit. Bëhet vetëm për një çast nga Rojas. Nuk janë të qarta lojtarët e Interit në këtë aksion. Qetëson që çka portierja Cristina Recalde. Edhe tjetër luan përpara, tuvi për tek Megedocci. Luftarake kjo e fundit. Teda. Mbyllet nga Merlo, por pasimi shumë i fort për Bugea. Sulmuesja nga Malta, e cila shënoi në minutën e 8. Shohim edhe një herë tjetër pasimin edhe. Megedocci, jo të jetë e rrezikshme, shumë aktive në krahun e majt. Porçi. Montenegro në krahun e djathtë. Shelevizjen e Dedës, por mbyllet nga Bowen. Fiton topin vetëm për një çast, shkaton faul. Shohem karton i verdh. Shkohet Teresa Deda. Aventura e Vllaznisë këtë sezon në Kupën e Europës. Vjoi duke mposhtur Racing Luxemburg me rezultatin 3-1. Pas në turin tjetër arriti të fitonte 2 përballje kundër ekipit ukrainas Kolos Kovaljak. Të dy takime përfunduar me rezultatin 2-0 aty ku spikati pa dyshim Teresa Deda me një asist dhe një gol. Montenegro. Rojas. Pasin topin shumë shpejt lojtarët e Vllaznisë. Kërkojnë të ulin ritmin e lojës lojtarët e Interit. Merlo. Tomashevic. Luan tek Santi. Robustellini. Luan tek Pjeldrup. Santi. Bowen. Pasime fiktive nga lojtarët e Interit. Santi Villamsdottir. Tomashevic. Kërkon topin Merlo në krahun tjetër. Luan shpejt kjo e fundit, një pasim tek Bowen. Jojnë të jenë shumë aktiv tifozët e Interit të ardhur në Shkodër për të mbështetur.
skuadrën e Interit. Tomashevic. E top interesant në krahun e Djatek. Merlo mbyllet nga Mive. Afrohet edhe Megidoci në ndihmë të Brudosës. Deda me kokë. Luan dot përpara siç duhet, megjithatë rikuperohet topi shumë shpejt nga lojtarët e Vllaznis. Revënie me duar për ekipin shkodran, fokusohet edhe një herë tjetër Megidoci, pothuajse të gjitha topat shkojnë tek kapitenia. Deda. Kërkon mbështetje, megjithatë luan në krahun e Djatek Montenegro. Shohim, kjo e majt. Nuk arrin dot të barazojë rezultatin Montenegro. Megjithatë merr duar trokitet e publikut. Kjo mundësi, çfarë lëvizje nga Montenegro, duke kaluar Robustelinin në mënyrë shumë të thjeshtë. Pas Megidocit, kjo ishte një tjetër tentativ e rrezikshme nga ana e Montenegros. 24 vjeçaria nga Panamaja. Megidoci. Mjaft mirë shpejt. Edhe një tjetër, e mban topin. Shkon në një tjetër kundërshtare. Ai pasi mbyllet nga Santi Bukeja. Është Tomashevic. Si vërtet Bukeja mbyllet nga Vuksani. Merlo. Luan pas tek Tomaselli. Pjeldrup. Topi gjatë i saj, në krahun e Djaket shumë i fort për tek Merlo. Ideja ishte e mirë për të hapur lojën. Edhe një herë tjetër regjia na mundson rastin e pak çaste më parë, aty ku Montenegro kishte mundësinë e artë për ta barazuar ndeshjen. Ndoshta për t'i dhënë një tjetër ritëm, një tjetër temp kësaj përballje. Gjë që Inter pas golit të shënuar me Bukejan ka ulur jashtëzakonisht ritmin, duke luajtur në zonën e saj me topa shumë inaktiv. Pjeldrup. Ljona. Hakim në zonë, mbyllet nga Vuksani. Pozicionale që në mbrojtësia nuk arrin do ta largojë siç duhet topin Madril. Merlo. Luan tek Bauan. Pjeldrup. Robustelini. Semi fort, mbyllet nga Bajraktari. Luan përpara. Revënie me duar për ekipin e Interit. Ljona, luan shumë pas Santi. Kthen topin akoma dhe pas aty ku është qendër mbrojtësja Bauan. Pjeldrup. Rretullohet Tomashevic. Santi. Bukeja. Top pasimi shpejt i Merlos. Aty ku ishte Ljona.
Mbyllet nga mbrojtja shkodrane, Megidoçi nuk kuptohet me Tereza Dedën. Por e rikuperon topin me shumë vendosmëri. Pason tek Deda. Shikon krahun e djathtë, duke është Montenegro. Lëvizje e mirë e Dedës. Kërkoi një pasim në krahun tjetër, mbyllet nga mbrojtja e Interit, ishte pikërisht Claudia Borçi. Robustellini. Topin e ka Bauan. Edhe njërë tjetër Bauan. Pjeldrup. Pasimet e shumë në zonën e tyre lojtarët e Interit. Pashqetësuara pasi është e vetme në sulm. Claudia Borçi. E gjatë po bën maksimumin, kjo e fundit. Kishte Vllaznia në këto minutat e zhvilluara ka patur 2 mundësi shumë të mira për të barazuar rezultatin me Megidoçin, kur nga distanca tentoi me të djathtën e saj, por topi përfundoi mbi tra. Gjithashtu një mundësi shumë të mirë pati edhe Montenegro, e cila përballë me portieren Beli. Kalide do të shënjestronte portën siç duhej. Bauan. Luan tek Pjeldrup, 2 që në mbrojtësit të cilët kanë braktisur pozicionet e tyre për të avancuar për para, për të luajtur në më të avancuar. Ka një faull fituar nga Rojas. Goditje e lirë për Vllaznin. Në fakt ishte Montenegro. Faull i shkaktuar nga Robustellini. Edhe njërë tjetër, fokusohet Kristina Recalde. Luan për para. Borçi me kokë. Kërkoi që Tomashevic, luan pas tek Bauan. Merlo. Pjeldrup. Beli. Edhe njërë tjetër Pjeldrup. Kërkon një farmërore Tereza Deda për të ushtruar një lloj pressingu. Bauan. Është Villamsdottir. Luan në krahun e majta, duke është Robustellini. E dalë Hovin për të pasuar tek Santi. Kemi hyrë në 5 minutat e fundit të pjesës së parë, Vllaznia 0, Inter 1. Bugeja realizoi në minutën e 8 në përballjen e dytë e ndeshje për turin e dytë kualifikues të UEFA Women's Euro Cup. Gabon Bauan. Insistojnë lojtarët e Interit. Bugeja, shohim sa hapësirë ka. Kjo e majtë e saj, e drejt për drejt. Dalet nga Recalde. Duhet përmendur që Vllaznia ka rritur të shumë lartë të emrin e saj përket në arenën ndërkombëtare, pra jo vetëm në kampionatin shqiptar, ku po fiton titull pas titujve. Pra është sezonin e kaluar, fitoi titullin e 12 kampion Rallazi, por gjithashtu ka dhe një emër të mirë në arenën ndërkombëtare. Tomashevic. Pason tek Santi. Pambulluar në mesfush. Robustellini.
Tomaselli fiton faull shkaktuar nga Montenegro. Goditje e lirë për ekipin e Interit. Pran topit, islandezja Vilhelmsdottir. Goditje e dënimi për ekipin si Kaltër, shohim. Top gjati saj në shtyllën e dytë dhe goditja me koke Pyldrup. Përfundon në travers, shpëton ekipi i Vllaznis. Si shumë e mirë për ekipin e Interit për të dyfishuar rezultatin. Ne shohim edhe një herë tjetër topi gjati Vilhelmsdottir dhe që në mbrojtësia Pyldrup, e cila shpëton bulimit të mbrojtjes shkodrane. Tjetër goditje nga këndi për ekipin e Interit, e treta në këto 44 minuta lojë. Arkim në zonë. Ishte një mundësi shumë e mirë për ekipin e Interit. I në kundërkohë topin Negedoci, ishte pasimi Montenegros. Tomašević. Goditja e saj përfundon jashtë. Ka patur një devijim. Një tjetër goditje nga këndi për ekipin e Interit. Shkon Pyldrup. Vjen Arkimi. E një top i larguar nga Mive. Përsohet 21 vjeçarja nga Guatemala. Santi Pyldrup. Pasimet e mira nga ana e lojtarëve të Interit, mbyllet nga Vuksani. Ndërkohë që luan më përpara Madril. Po e dorëzon tek Pyldrup. Ndërkohë do të kemi 2 minuta shtesë nga përfundimi i pjesës së parë. Santi. Vilhelmsdottir. Luan edhe njëherë tjetër tek Santi. Tomašević. Tomaselli. Bauan. Fton Bugejan. Pozicioni pa rregullt. Është bajraktari pranë topit. Një tjetër top i gjatë sa herë që Vllaznia arrin të fitojnë ndonjë goditje të lira, por në momentin kur portierja Rehalde luan përpara. Ky është momenti i pozicionit jashtë loje i Bukejas, ndërkohë që kemi një goditje dënimi për Vllaznin. Është Negedoci. Do të shohim nëse do të tentojë nga kjo distancë e konsiderueshme. E përqendruar kapiteni i Vllaznis.
Është pikërisht një goditje nga ana e saj dhe shumë nëse ka patur një devijim, por fillimisht nda lojën kryesorja rumune për t'i ardhur në ndihmë portieres Elena Beli, e cila ka mbetur e dëmtuar dhe këtu ka një karton të verdh, ndoshta për protesta. Shohim dhe veprimin e qendërmbrojtëses Bowen, e cila bën me shenjë nga stoli që nuk ka nevojë për asistencën mjekësore. Edhe një herë tjetër shohim tentativën nga distanca e Megidocit. Është dëshkuar me kartonin e verdh Arbiona Bajraktari për protesta, sepse pretendoi për një goditje nga këndi, por kryesorja vendosi për një faull në sulm. Edhe këtu mbyllet kjo pjesë e parë, Vllaznia 0 Inter 1. Goli shënuar nga Bugeja në minutën e 8. Mos u largoni mirë sepse pas pak do të jemi sërish me pamje nga pjesa e dytë e takimit Vllaznia Inter. Rikthehemi edhe një herë miq me pamje të drejtë për drejta nga stadiumi Loro Boriçi i qytetit të Shkodrës për pjesën e dytë të takimit Vllaznia Inter. Përballja e dytë për turin e dytë kualifikues të UEFA Women's Euro Cup, një pjesë e parë që përfundoi me rezultatin 0-1, një gol i shënuar nga Bugeja mbylli pra 45 minutat e para. Kjo pjesë e dytë ka nisur me 2 zëvendësime tek Interi. Është aktivizuar Elisa Poli, është larguar me shoqëria Irene Santi, është larguar gjithashtu dhe Villam Zdotir vendin e saj. E ka marrë Maria Detruje. Një rivëni me duar për ekipin e Interit. Top shumë i fort për Bugejan. Luan për para, Regalde nuk arrin dot Megidocit duke lënë topin tek Claudia Burçi. Pjeldrup. Edhe njërë tjetër, katovin Pjeldrup. Megidoci. Luan tek Montenegro, kjo e fundit me një finter, kërkoj të pason dhe sërish tek Megidoci. Prekja e fundit e Montenegros, rivëni me duar për Interin, është Rë Bustelini, për të se krau të majt. Në kërkim të alternativave, është pasimi për Tomaselin. Tjetër rivëni me duar për ekipin Zekaltër, Robustelini. Tomašević. Bowen. Shojmë televizje shumë të mirë nga ana e Tomaselit. Për tek Poli, lojtarja e cila hyri në fush në startin e pjesës së dytë, duke marrë vendin e Santit. Bowen. Bugeja Detruje.
për tek Poli. Kjo e djathtë 0-2. Minuta e 48 të fshon rezultatin e ekipit Zikaltër, pikërisht me lojtaren e cila hyri në fushë me fillimin e pjesës së dytë, e nervozuar me të drejtë Kristina Recalde me skuadrën për këtë gol të pësuar. Shojmë edhe njërë tjetër, aksioni nisi nga krau i djathtë, një Arkim që gjeti devijimin dhe më pas nuk ka rritën dot të mbulonin si çduhej sulmuesen Poli. Elisa Poli, 25 vjeçarja, e cila në fakt edhe në takimin e javës kaluar zhvilluar në Milano në suksesin 17-0 shënoi 2 gola dhe asaj përballje. Sezoni 5 rradhazi me ekipin e Interit. 0-2 kjo përballje. Do të shohim se si do tjetë reagimi i Vllaznis pas këtij goli të pësuar. Arkimi gjatë i Voksanit mbyllet Detruja. Shën të goditje dhe çfarë goli 0-3. Minuta e 50, shumë hapësirë i lanë futbollistë së Interit për të shënuar këtë gol. 2 gola shumë të shpejt pësuar nga ekipi i Vllaznis. Shohim edhe një herë këtë të djathtë. Në fakt ishte Benedetta Liona, sulmuesja e Interit. Interi ka shënuar sërish duke qenë rezultati. Vllaznia 0, Inter 3. Inter scored a goal me numrin 18, number 18. 2 gola të pësuar në vetëm pak minuta për ekipin e Vllaznis. Teresa Deda. Bauan. Tomashevic. Luan tek Pjeldrup. Edhe njërë tjetër e ka topin Bauan. Pjeldrup. Në krahun e majtë është Robustellini. Lexohet pasimi nga mbrojtja e Vllaznis. Montenegro. Nuk ka rindot të pasojt e Rojas duke rënë këtë mundësi ekipi Zikaltër. Arkimi e joj mirë i Robustellinit. Rojas, Montenegro. Edhe njërë tjetër tek Rojas, por i vjen Robustellini. Ben topin Pjeldrup. Kondo avancoj për para. Mbyllet ai aksion ekipit e Interit. Shojmë të Arkim në zonë, largohet topi nga Bajraktari. Claudia Borçi. Kërkon të nisë këtë sulm në krahun e majtë. Është Teresa Deda. Shkon në krahun tjetër. Pasimi është për tek Megi Doçi, por ideja ishte shumë e fortë, arriti ta lexonte edhe situatën që në mbrojtësia Bauan, duke mos i lënë asnjë mundësi kapitenes së Vllaznis për të arritur tek topi. Beli. Luan tek Pjeldrup. Edhe njërë tjetër, Elena Beli.
Një pressing i Vllaznis bën që lojtarët e Interit u basin topin, duke dhuruar këtë rivënie me duar. Rojas nuk ka faul, loj avion. Ka mbetur i dëmtuar Poli Vuksani. Ishte Natali Sterkal dhe jo që në mbrojtësia Vuksani. Tomashevic luan tek Bowen. Merlo në krahun e djathtë. Pason tek Bugeja. Tomaselli fiton faul. Lëryrje pa rregull ndaj saj. Shohim edhe një herë tjetër faulin e shkaktuar nga Mirelis Rojas. E dy zëvendësime tek Vllaznia. Largohet Mive në fushën e lojës Leba. Largohet gjithashtu edhe Madrid. Renteria në fushën e lojës. Dy zëvendësime tek Vllaznia. Dy zëvendësime. Leba dhe Renteria. Në kohë dhe Interi ka kryer një zëvendësim. Substitution also for Inter. Kalon fushën e lojës Lidl Field. Numri 14, number 14, Ropostellini. Dhe ka hyrë në fushën e lojës Enter the Field, number 44, Consolini. Një zëvendësim në krahun e majt të mbrojtjes tek Vllaznia dhe një në qendër të mesfushës. Goditje dënimi për Interin, Tomashevic. Skem nga ana e lojtarëve të Interit, por përfundon keq. Ndërkohë edhe një zëvendësim tek ekipi Interit, Lidia Consolini në fushën e lojës të largohet Chiara Robustellini. Claudia Borci. Është një pasim i Rojas. Sërish Rojas. Luan shumë përpara, shkon Borci, gjithashtu edhe Deda. Është Miki Doçi. Bowen dhe këtu shohim ka patur një faul në sul, por ishte një mundësi shumë e mirë për Vllaznin për të shënuar. Bugeja nuk arrin dot të avancoj përpara lojtarët e Interit. Sërish futbollistët e Interit vjen të kontrollojnë lojën. Tomaselli. Tomashevic, mjaft mirë, luan në krahun e djathtë. Aty ku është Merlo. Heziton të arkoj, preferon të luaj sërish tek Tomashevic, gabon me sushuria Amalizi. Ndërkohë që Recalde luan përpara, është vetme në fazën e sulmit Claudia Borci. Miki Doçi.
Mjaft mirë luan në krahun e djathtë, duke është Rojas. Ndërkohë që nuk e lexon siç duhet situatën Montenegro, duke dhënë këtë mundësi sulmi ekipit të Interit. Pasimi i Bugejas dhe mbyllet mjaft mirë nga Leba. Të pozicionuara mirë lojtarët e Vllaznis. Në këtë situatë ka patur një faul shkaktuar nga Detruja. Edhe një herë tjetër, portierja Regalde kërkon të luajë përpara duke bërë me shenjë gjithashtu edhe mbrojtjes. Është dalur loja, ka një faul shkaktuar nga Meki Doçi i përket ekipit të Interit. Ishte një pryl i ngritur i kapitenës së Vllaznis kundrejt Merlos. Në drejtimin e presidentit Lazar Matia, Vllaznia e vajzave në fakt është bërë sinonim i dominimit në futbollin e vajzave, duke fituar titull kampion me radhë, duke ngritur standardet në nivel kombëtar. Absolutisht që edhe investimet nuk kanë munguar në këtë sezon, duke filluar që nga portierja nga Paraguay, mbrojtësia nga Kolumbia, Rojas, shumë lojtarë të tjerë duke arritur cilësinë e ekipit të Vllaznis. Jemi në minutën e 60, një aksion shumë i mirë i ekipit të Interit që mbyll nga Bayraktari në momentin e fundit. Goditja nga këndi shkon Benedetta Liona. Vjen arkimi saj, të larguar mirë nga mbrojtja e Vllaznis. Fokusohet Pjeldrup, luan përpara. Vetëm rivënie fundore. Nuk shuna i to për Meki Doçin. Sun për ekipin e Interit, Konsolini, Poli, dhe topin lojtarja e Interit, Deda. Nuk e largon si duhet topin. Detruja. Pjeldrup. Të gjatë në shtyllën e dytë dhe më pas kjo goditje. Shkombi traj ishte Bugeja, autorja e golit të parë. Të gjatë i mirë i Pjeldrup. Shfaqe sërisht rrezikshëm ekipi i Interit. Edhe njerë tjetër, Kristina Regalde kërkon të luaj shumë përpara. Deli Tomashevic është ajo e cila ka marrë frenat e mes fushës pas zëvendësimit të Santit
fillimin e pjesës së dytë. Bowen e pa shqetësuar, luan sërish tek Tomashevic. Ka e fundit e aplojnë mjaft mirë në kraun e djada, duke është Merlo. Pasimi për tek Bugeja. Bayraktari me kokë. Insiston Inter për të gjetur golin e radhës. Poli. Lexohet ideja e sulmuesit së Interit, Deda. Megidoci. Lëvizje shumë e mirë e Megidocit. Vënë me duar prekja e fundit e Tomasellit. Është pikërisht Renteria e cila kërkoi të avanconte më tej. Montenegro fiton këtë rivënie me duar. Vion të jetë përpara ekipi i Vllaznis. Megidoci. Dhe këtu Vllaznia fiton goditjen e parë që vjen në minutën e 65. Dhe shkon pikërisht kapiteni i Vllaznis në pritje që Bayraktari dhe Fuksani, dy qendrat e mbrojtjes 2 më 7 lartat janë në zonë, shpikërisht kështu. Vjen arkimi Megidocit i fort. Top që mbetet në zonë në rrëmuje sipër, largohet nga mbrojtja e Interit. Poli topit pa faul. Megidoci. Dhe të dalë lojën kryesorja rumune për një faul. Fituar nga Rojas. Një top i marrë pa faul. Ana e saj. Dhe një ndërhyrje pa rregullt. Ndërkohë largohet Bowen në fushën e lojës. Bartoli. Bowen dhe ka hyrë në fushën e lojës. Enter the field. Numri 33, number 33, Bartoli. Megidoci. Vjen arkimi saj në zonë. Një top që përfundon drejt për drejt në duart e Eliesbelli, e pa shqetësuar. Luan shkurt. Bertoli. Poli pasim e finder në kraun e majt. Ishte pasimi i Lionës. Detruja. Vjen arkim në zonë. Topi larguar mjaft mirë nga Bayraktari. Nuk ka rriti do të Renteria të bande topin në loj. E bënje me duar. Luajnë shpejt lojtarët e Interit, por ka një problem për një nga lojtarët e Vllaznis, duhet të ndalë lojën. Kryesorja rumune është pikërisht Bayraktari, e cila ka mbetur e dëmtuar për një pryll të ngritur. E shkon edhe kapitenja Megidoci. Tek Vllaznia e vajzave, data që mbahet mend është ajo e vitit 2022-28 shtator, pra kur Vllaznia mundi Vorskla Poltavën, ekipin nga Ukraina, me rezultatin 2-1 në Loroborici, një sukses që i dha ekipit të Vllaznis vendin e parë në play-off dhe arriti grupet e UEFA
Champions League. Ishte hera e parë për ekipin e Vllaznis që një ekip shqiptar arrin fazën e grupeve të Champions League. Shojmë të sulm të ekip Shkodran, Deda. Nuk arrin dot të pasojë as dhe Megidoci, gjithashtu edhe Terenteria. Konsolini, Tomašević, luan tek Plejdrup, prodësia daneze, një top mjaft i mirë për të detruje, mbyllet aksioni Interit Montenegro, në vështirësi kjo e fundit. Nuk arrin dot të mbajë topin brenda vijës kufizuese. Kryevën me duar Merlo, Tomašević, Konsolini, Plejdrup, Tomaselli për tek Poli, edhe njërë tjetër Tomaselli. I ndërhyn pa faull Stërkal. Ndërkohë një top shumë i fortë për tek Megidoci. Edhe njërë tjetër në sulm me ekipi Interit, por kryesori Andal Lojon ka një problem. Kësaj radhe për një nga lojtarët e Interit është Tomaselli, ndoshta në aksionin e pak qaste më parë ku për plas me mesueshoren Stërkal. Pikërisht ky momenti top i fituar pa faull nga mesueshorja e Vllaznis ishte shumë pranë aksionit. Kryesoria rumune. Jemi në 20 minutat e fundit të kësaj përballjeje. Vllaznia 0 Inter 3. Plejdrup. Luan për para, por e top. Është i gabuar. Shkon në duart e portierit shkodrane Rehalde. Megidoci. Që të luftoj o mbet topin. Ndërkohë shohim këtë parabël. Ishte Rental. E shohim edhe njërë tjetër. Lidhjen e saj. Ka një problem për Claudia Borçin. Në pjesën e parë, Megidoci në minutën e 27 dha sinjalin e parë tek Vllaznia, ndërsa mundësia më e mirë ishte në minutën e 33 me Montenegron, lojtarja e cila arriti të kalonte mjaft mirë Robustelinin, por ajo tentativ përfundoi jashtë. Ka një problem për Claudia Borçin. Është një moment pauze ku të dyja skuadrat e shfrytëzojnë për të freskuar. Është edhe për të dhënë indikacione dy trajnerë si Gianpiero Piovani dhe Nikolin Leka. Në vitin 2022 Vllaznia me arritjen në grupet e UEFA Champions League, ku përballë me skuadrat e njohura si Real Madrid, Paris Saint-Germain, Chelsea. Rezultatet shpesh ishin sfiduese.
Vllaznia u ndesh me humbje, por u vure disiplina, përkushtimi dhe dëshira për të konkuruar. Një ndeshje që mund përmendet është ajo mes Vllaznisë dhe Real Madrid, luajtur në Loro Boriçi, një takim që përfundoi 0-2, humbje që lidhet me diferencë të qartë në eksperiencë, por që shënoi një përvojë të rëndësishme për ekipin e Vllaznisë. Sërish një tjetër pauzë, se radhe portierja e Interit Elena Belli ka një shqetësim, një tërheqje është një problem. Dhe do të kemi një zëvendësim të detyruar tek Inter, do të largohet portierja Elena Belli dhe aktivizohet portierja Alessia Piazza. Zëvendësim tek Vllaznia, largohet Claudia Borçi, ndoshta edhe kjo për shkak të probleme fizike nuk mundet të vazhdonte dot më. Aktivizohet Verona Berisha. Kalon fushën e lojës Leave the Field, numri 9, number 9, Claudia Borçi. Dhe hyn në fushën e lojës Enter the Field, numri 8, number 8, Verona Berisha. Zëvendësimi i tretë tek Vllaznia. Kemi hyrë në minutën e 76 të kësaj përballje. Vllaznia 0, Inter 3. Një sulmi Interit në krahun e djathtë. Pasim që mbyllet mjaft mirë nga Vuksani. Tomašević. Semi gabuar i Rojas. Merlo luan shumë pas, nuk është Consolini. Një mënyrë shumë e mirë për Interin dhe ka 11 metrash. Një faull i shkaktuar nga Vuksani kundrejt Tomaselit. Sjell 11 metrash pas një mëdyshje kryesorja rumune, e cila kurdon me njëherë 11 metrash. E shkon pikërisht Tomaseli me sushorja e cila fitoi penalltin. Përgatitet 24 vjeçarja dhe shkon në rrjet. Vllaznia 0, Inter 4. Realizon 24 vjeçarja Martina Tomaseli. Ka shënuar gol numri 21. Inter has scored again with a penalty kick from number 21, Tomaseli. Një qast i dur. Një qast i dur. Festa lojtare të Interit. Vllaznia 0, Inter 4. Nuk arriti dot Renteria të kontrollonte topin. Consolini.
luan tek Piedro. Ka bënë këtë pasim. Dhe këtu Rojas do këtë faul. Arbiona Bayraktari pran topit. Luan për para, nuk ka rinë dot Megdoci. Berisha me kokë. Mes fush në zonat e kushta me Montenegro. Piedro. Luan pas tek portierja. Piazza. Consolini. Tomašević aplojën bukur në krahun e majt. Aty ku është Liona. Fiton me zjuarësi këtë rivëni me duar pasardhje së Renterias. Bugeja për tek Bartoli. Detruja. Luan pas tek Tomašević, arkimi sa në zonë, Poli që vepron si spond. Aty ku është Lolja. Koditja nga këndi për ekipin e Interit. Koditja e 6 nga këndi për Interit, vetëm një për ekipin e Vllaznis. 5 mundësi për gol, Vllaznia 13, ekipi Interit. Shërmarkim në zonë, kjo goditja me kokë dhe 0-5 realizon golin e radhës Inter. E goli shënuar nga Detruje. Minuta e 81. E shojmë edhe njërë tjetër arkimin. Dhe Detruje e pashqetësuar në zonë. Shënon golin e 5. Shënuar golësërisht nga Interi, nga numri 20, he scored again for the Inter with number 20, Detrier. Piazza. Detruje luan të Consolini. Kërë e fundi sërisht e Detruje, shojmë sa hapësirë ka në mesfush. Pason të Tomaselli. Gjenë krahun e maj Benedetta Liona. Pas kjo goditje Merlos, përfundon jashtë. Tjetër akcioni rrezikshëm krijuar nga Interi. Shojmë edhe njërë tjetër. E lënë arrest në krahun e majt Benedetta Liona. Dhe më pas tentativa e Merlos përfundoi jashtë për fatin e mirë të Vllaznis. Merlo. Bartoli luan tek Piedro. Tomašević. Edhe njërë tjetër Inter, Consolini për tek Bartoli. Bugeja.
Lojtare e cila shënoi në minutën e 8 golin e parë. Montenegro nuk arrin do të pasoj tek Teresa Deda. Shkakton dhe faul. Piazza. Avanzon Consolini. Pason tek Tomashevic, por pasimi ishte më i fortë se çtuaj. Por janë sërish lojtarët e Interit që kanë topin në zotrim. Pledrop. Tomaseli luan shpejt, por në mënyrë të gabuar. Megidoci. Lëvizjen e Renterias. Lëvizje mirë e saj. Vjen Arkim në zonë. Për tek Berisha, pasimi për tek Megidoci mund ta kishte shfrytzuar më mirë Berisha atë situatë, kishte shumë hapësirë për të tentuar dhe vetë portën. Bugeja kërkon të bëjë gjithçka vetë. Nuk arrin do të marrë linjën e kraut. Bartoli luan pas te Consolini. Play drop. Tomaseli. Një gol i shënuar në minutën 77 nga penaltia. Tomashevic. Pasim shumë i fort për Detruje. Edhe njerë, lojtarët e Interit që kërkojnë të luajnë përpara me Consolinin. Tomashevic. E afroi Deda por pa mundur t'i marrë topin Malazezes. Rojas. Gabon në këtë pasim nuk merret vesh me Renterian. Tomashevic. Shumë aktive në këtë pjesë të dytë 18 vjeçaria. Pledrop. Avancon në kraun e majt Merlo. Edhe një herë tjetër. Pledrop. Qetson lojën. Luan tek Consolini. Tomashevic. Topi gjati saj në qendër, pa adres, largohet me kohë nga Bayraktari. Deda. Luan përpara Vuksani, është vetme në sulm Megidoci. Tomashevic. Afrohet Tomaseli edhe njërë tjetër. Është Tomashevic. Luan tek Bartoli. Sërish Bartoli. Kombinime të mira nga ana e lojtarëve të Interit në këtë aksion nisur nga krau i djathtë. Tomaseli, Arkim që largohet vetëm për një çast. Ndërkohë kjo e majt përfundon jashtë ishte Bugeja. Pa mundur të realizoj. Do të kemi një tjetër zëvendësim, në fakt janë dy. Tek Vllaznia largohet Rehalde. Në fushën e lojës portieria Wilson. Në fushën e lojës edhe Sid. Ergo të Rojas. Claudia Sid. Goalkeeper Recalde dhe Montenegro dhe ka hyrë në fushën e lojës Enter the field
numri 1 dhe numri 29, number 1 and number 29, Wilson and Tip. Dy zëvendësimet e fundit tek Vllaznia i jepet edhe minuta portieres Wilson. Shohim dhe goditjen e Bugejas. Në pak çaste më parë. Kemi hyrë në 2 minutat e fundit të kësaj përballjeje. Berisha. Kërkoj një fallë për një prekje të topit me dorë. Loja vion. Dhe një pasim që shkoi në shtyll. Fati më mirë të Vllaznis nuk përfundoi në rrjet. Shohim edhe një herë tjetër. Topi që përfundoi në shtyll. Ishte detruje. Lojtare e cila është në lojë në minutën e 81, golin e 5. Deda. Nuk ka rinë do të pasoj si që duhet. Montenegro. Tomašević. Edhe njërë tjetër, Tomašević. Tomaseli pasimi shpejt. Nuk shkon për tek Bugeja. Deda. Luan për tek Berisha. Një mundësi kundër sulmin për ekipin e Vllaznis. Berisha për tek Megidoci. Kjo e tjallët e saj e gabuar. Koha shtes 4 minuta. Additional time 4 minutes. Ndërko edhe 4 minuta shtes nga përfundimi i kësaj përballjeje. Fokusohet Megidoci, e cila në aksionin e fundit kërkoi të bënte gjithçka vet. Berisha. Montenegro për tek Megidoci. Sid. Fton Renterian. Pasimi për tek Megidoci. Sid. Vjen Arkim në zonë. Kë arriti dot Tereza Deda pavarësisht për pjekjes së saj për të arritur tek topi. Consolini. Merlo. Luan edhe njërë tjetër të Consolini. Tomašević. Poli. Consolini për tek Bartoli. Tomašević. Sara dhe luan në kraun e malja, duke është Merlo. Consolini. Pasimi gabuar. Reagohet jo mirë nga Vuksani. Detruje. Arkimi gjatë në zonë. Shkon Bugeja. Kjo e maj që mbyllet nga mbrojtja e Vllaznis. Megjithatë rreziku vijon të jetë ende aktiv për mbrojtjen e Vllaznis. Ndërkohë që këtu Pledrup shtytovi shumë përpara, mbyllet aksioni e ekipit si kaltër.
luan për para Wilson. Megidoci. Arrin tek topi, ka ende energji në këmbët e saj. Megidoci. Vizet e mira, krijon hapësirë, Arkimi në zonë dhe Berisha shohim teta. Por këtu ka një pozicion të parregullt pavarësisht se topi përfundoi në rrjet. Do t'ishte goli i nderit në këto sekondat e fundit të mbylljes së takimit. Një moment shumë i mirë për ekipin shkodran. Shohim edhe një herë tjetër. Arkimin, Megidoci, gështimi i pjacës dhe këtu sipas asistentes së kryesores rumune, Ana Tertelec, deta gjende në pozicion të parregullt. Bugeja. Ndërkohë shohim këtë goditje të drejt për drejt në duart e portieres Wilson, ishte Tomaselli. Shohim edhe një herë tjetër në tjatën e saj. Ljola. Mbyllet nga Sid. Dhe këtu mbyllet i gjithë takimi. Vllaznia mbyll aventurën europiane në përballjen kundër Interit. Një rezultat me 0-5. Bugeja shënoi në minutën e 8 në pjesën e dytë. Realizuan 4 gola të tjerë me Polin, Jonën, Tomaselin dhe Detruje në minutën e 81. Mirë miq,